Sekretet dhe kuriozitetet e çuditshme të trupit ton. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe ta dëgjoni artikullin deri në fund. Trupi ynë është një kryevepër biologjike, një makineri komplekse që na befason çdo ditë me aftësitë dhe reagimet e saj unike. Nga thonjtë që mund të tregojnë histori për shëndetin tonë deri te fuqia e fshehur që shfaqet në momente kritike, sot do të zbulojmë disa fakte të mahnitshme për trupin tonë. Këto kuriozitete do t'ju bëjnë të shihni veten me një sy tjetër dhe do t'ju nxisin të provoni disa eksperimente të thjeshta në shtëpi. Le të nisim këtë udhëtim plot surpriza. 1. Thonjtë, pasqyra e shëndetit dhe shenjat e plakjes. Kur shikoni thonjtë tuaj, a keni vënë re ndonjëherë vija vertikale që i bëjnë të duken pak të rrudhosura? Mos u shqetësoni menjëherë, këto vija janë zakonisht një pjesë normale e procesit të plakjes. Me kalimin e moshës, trupi ynë prodhon më pak qeliza të reja të lëkurës, çka bën që thonjtë të humbasin butësinë e tyre dhe të zhvillojnë këto vija. Është si një libër që tregon historinë e viteve tona. Por, nëse këto vija shoqërohen me simptoma të tjera, si thonjtë që marrin formën e një luge ose bëhen të brishtë, mund të jenë shenja e një çekuilibri kimik, si mungesa e hekurit ose probleme tiroide. Thonjtë janë një pasqyrë e shëndetit tonë, prandaj vëzhgojini her pas here dhe konsultohuni me një mjek nëse vini re ndryshime të pazakonshme. Këshill, mbajini thonjtë të hidratuar me kremra dhe shmangni përdorimin e tepërt të manikyrit kimik për të ruajtur shëndetin e tyre. 2. Refleksi i kollës së Arnoldit, lidhja e çuditshme e veshit me kollën. A e keni provuar ndonjëherë të pastroni veshin me një shkop pambuku dhe pa pritur të kolliteni? Kjo nuk është rastësi. Përgjegjës është nervi vagus, një autostradë nervore që lidh trurin me organe të ndryshme, përfshirë veshin, kordat vokale dhe stomakun. Një degë e këtij nervi, e quajtur nervi i Arnoldit, përgjigjet për ndjesit e prekjes në kanalin e veshit. Kur stimulohet, qoftë nga një shkop pambuku apo një objekt tjetër, truri mund të interpretojë gabimisht sinjalin si diçka që irriton fytin, duke shkaktuar një kollë të papritur. Ky fenomen, i njohur si refleksi i kollës së Arnoldit, tregon sa të ndërlikuar dhe të ndërlidhur janë sistemet tona nervore. Këshill e rëndësishme, përdorni shkopinjt e pambukut me shumë kujdes dhe shmangni futin e thellë të tyre në vesh për të parandaluar dëmtime ose infeksione. 3. Muskuli fantazm. A e keni palmaris longus? Besoni apo jo, rreth 14% e njerëzve nuk e kanë një muskull të vogël në krah të quajtur palmaris longus. Ky muskull, një mbetje evolucionare, nuk luan ndonjë rol të rëndësishëm në forcën apo lëvizjet e dorës, por është një kuriozitet i mrekullueshëm. Për ta kontrolluar nëse e keni, provoni këtë. Përthyeni butësisht kyçin e dorës dhe prekni gishtin e vogël me gishtin e madh. Shikoni brenda kyçit të dorës, nëse shihni një tendim të vogël si shkronja që del jashtë, e keni. Nëse jo, mos u shqetësoni, mungesa e tij nuk ndikon në aftësitë tuaja. Ky muskull besohet se ka qenë më i dobishëm për paraardhësit tanë që ngjiteshin në pemë, por sot është thjesht një kujtim i evolucionit tonë. Provoni këtë test me miq dhe shikoni kush e ka dhe kush jo. 4. Cikli nazal. Pse një vrim hunde punon më shumë? Janë një eksperiment i lehtë për t'u provuar në shtëpi. Qëndroni para një pasqyre, nxirrni frymën nga hunda dhe vëzhgoni avullin që formohet. Do të vini re se njëra vrimë e hundës prodhon më shumë avull se tjetra. Kjo ndodh për shkak të ciklit nazal, një proces ku trupi ynë drejton rreth 75 të frymëmarrjes nga një vrimë hunde në një kohë të caktuar. Kjo anë dominuese ndryshon çdo disa orë për të mbajtur lagështinë dhe për të parandaluar tharjen e mukozës së hundës. Mund ta vëreni më shumë kur jeni shtrirë, graviteti bën që vriма e poshtme e hundës të punojë më fort. Ky mekanizëm i zgjuar ndihmon në ruajtjen e shëndetit të rrugëve të frymëmarrjes dhe tregon se sa mirë trupi ynë balancon funksionet e përditshme pa ndërhyrjen tonë të vetëdijshme. 5. Fenomeni i natës së parë. Pse nuk fle mirë në një vend të ri? A jeni zgjuar ndonjëherë të mpira pas një nate në një hotel ose shtëpi të re? Kjo ndodh për shkak të fenomenit të natës së parë, ku truri ynë qëndron gjysmë vigjilent në mjedise të panjohura. Është një mekanizëm mbrojtës që rrjedh nga kohët e lashta, kur gjumi në një vend të ri mund të nënkuptonte rrezik nga grabitqarët. Truri ynë ndan gjumin në 2 hemisfera dhe njëra mbetet më e zgjuar për të monitoruar mjedisin. Kjo veçori është e ngjashme me atë të zogjve dhe krijesave detare që flen me një sy hapur. Fatkeqësisht nuk mund ta fikim këtë instinkt, kështu që përgatituni për një filxhan kafeje shtesë pas një nate në një vend të ri. Studiuesit e gjumit e kanë vërejtur këtë fenomen për dekada, duke e quajtur një pengesë për studimet e tyre, por për ne është një kujtesë e mbrojtjes natyrore të trupit tonë. 6. Forca historike, fuqia e fshehur në momente krizash. Të gjithë kemi dëgjuar histori të jashtëzakonshme për njerëz që ngrenë objekte të rënda në situata emergjence, si një prind që ngren një makinë për të shpëtuar fëmijën. E quajtur forcë historike, kjo aftësi duket pothuajse mbinjerëzore, por ka një shpjegim shkencor. Në realitet, njerëzit nuk ngrenë gjithë peshën e objektit, për shembull, një makinë ka rrota në tokë dhe zona të lehta për t'u ngritur.
Trupi ynë zakonisht përdor vetëm 60-80% të forcës muskulare për të shmangur lëndimet, por në momente stresi, truri liron më shumë fuqi muskulare përmes hormoneve si adrenalina. Kjo na lejon të arrijmë potencialin ton të vërtet, duke treguar se jemi më të fortë se sa mendojmë. Ky mekanizëm sigurie na mbron çdo ditë, por në raste ekstreme na jep një shtysë të jashtëzakonshme. 7. Përfundimi. Trupi ynë, një botë plot surpriza. Trupi ynë është një thesar kuriozitetesh, nga thonjtë që tregojnë shëndetin ton të fuqia e fshehur që shfaqet në momente nevoje. Çdo detaj, qoftë cikli nazal, refleksi i kohës së Arnoldit apo fenomeni i natës së parë, tregon se sa i zgjuar dhe i ndërlikuar është organizmi ynë. Provoni eksperimentet e thjeshta që përmendëm, si kontrollin e muskulit palmaris longus ose ciklin nazal, dhe ndani këto fakte me mish për t'i befasuar. Trupi ynë është një mrekulli që meriton të festohet çdo ditë.